Rinia aktive e Gjakovës në bashkëpunim me Këshillin e Nxënësve të Gjakovës kanë marrë një iniciativë vullnetare duke e quajtur si kampanë Dhuro me zemër, ku kjo e fundit është një iniciativë bamirësie. Gentrina Nuka si vullnetare pohoi se në kuadër të kësaj kampanje kemi organizuar shfaqjen e filmave të animuar dhe jo të animuar, të cilët do shfaqen 5 ditë me radhë, nga 2 filma në ditë. Ka filma të ndryshme ku shumica e filmave janë të karakterit festiv. Njerëzit në njëjtën kohë mujnë edhe marrin mora këtu për të njëjtën kohë dhe kontribuojnë sadopak. Është karakteristike këtij organizimi që të gjitha hollat e biletave që kemi mishit filmave, kemi përdor për me i paketu disa dhurata për fëmijët nevoja. Përveç tjerash, nuk ashtoj se janë 3 pika në të cilat mund të blihen biletat e filmave, të cilët do të shfaqen gjatë kësaj jave. Pika kryesore është pranë Hotel Pashtrikut, një pikë të Center Mallit, si dhe brenda Enertilit çdo ditë kemi bileta. Çmimi i biletës kushton €1. Përveç kësaj njerëzit mund të bëjnë pjesë në iniciativës edhe duke kontribuar me veshëmbathje, tolla të tjera, lodra, gjithçka që mund me hym punë fëmijëve me nevoja. Java humanitare e filmit ka filluar me 23 dhe do të zgjasë deri me 27 dhjetor. Të rinjët bën apel për të gjithë ata që janë të interesuar të kontribuojnë duke u bërë arsye buzëqeshjes së në fëmijë.